Përshëndetje. Dhe që vi shvet me ju thonë, lemni mëre rahat, se s'po kom po për juve shumë. Mirë se vini. Maksimum 10 minuta I kena. Për 10 minuta, qka të muj po me full, qka së të muj shnosh e lojna për tjetër herë, se nuk po, ka mundësi mu marrë me juve. U myta të ju thonim ka mirëna me veten edhe vish me veten, edhe apet shkruni, Zoti është një përshëndetje edhe për tyje, faleminderit. Apet shkruni qaj e hup. U myta të ju thonë, o njerësi, one nuk hupi, one jam si fara hitave. Me hup që tu ko me bite Instagrami, me hup të Instagrami ko me bite Facebooki. Dikon une I rojt I kom në tana onë. Kut lypet, one jam aty. Ama ka njëherë që shtu jo, së mundi me dit ashti krejtësenet ku po bijone, apo bit ashti të Instagrami, apo bit të TikToki, apo bit të Facebooki. Përshëndetje gjithve. Definitiv hina me sqarue, jo me sqaru, po me ju tregu që faleminderit gjithsesi faleminderit krejtve që drejtohi, edhe ju intereson qysh jam, edhe ju intereson pse kom hupe, që shtu jam shumë falenderuse për ta. Po, une I kom do angazhime tjetës tem për momentin, edhe ju kum kaldu që jom ka ndihmoj një shokit me një restoran, edhe nuk po ka mundësi me hy live shumë shpesh, nuk ka mundësi, krejt jo, që kam shenoni te TikToki, saj përket qeshtjes juve emocionale, saj përket qeshtjes juve që doni me pas bashkëpunim me mua, si mentore juvja, ju kisha lut, në çdo video në YouTube është numri punës, më kontaktonin WhatsApp, sepse në TikTok nuk I kthej mesazhet, është e pamundur sa mesazhet vinë për juve me ja vënë me krejt edhe për këtë shkak nuk I lexoj hiç. Në fakt, I lexoj, filloj me I lexu kur e shoh që është për çështje emocionale, nuk I lexoj sepse nuk du me ngarku veten, se nuk ta kthej aty. E këto u myta tu je thonë, po prap nuk jeni tu e kuptu halen. Për juve tjerve, që po ju pëlqen hava qatë shumë, a vedin, për juve tjerve që jeni fokusuar në shtatë të sytë e havës, apo të dukja e havës, apo të kështu, për momentin hava u knaq një herë me veten, edhe këto myta tu je thonë, po rrina një herë që shtu veç shoqni që shjena, mos më shenoni privat, saj përket me dash diçka prej meje, se u myta tu je thonë, u mundova me rrit fmi, nuk mujta me rrit, do të mitë që atë kështu tamon fmi, edhe pak inshallah po drejtohen edhe ata I marrin drejtimet e veta, po rritën tamon, a ju tjetë vallajni shumë vajgjë. Ju tjeteni këtu mrena shumë vajgjë, se jo, ka 2 metra njerëz, jo se dikush 1,70 ose pa marrë parasysh, ama shpirtnisht jeni halet pa rriton. E nuk kom nerva une mu me rrit kërkonin heq, me nëzirë rrita havën, u mundova me rrit edhe ma të vëgjën ma sa pu bënën, kështu që t'jemi të kjarë, të rrina që shtu, hava është para juve, për motivimin e juve, është para juve për qeshtjet emocionale t'juve, për gjitha këto gjona, në bazë shoqërore. Faleminderit shumë për dhurata e kohit je, unë jam tiger baco, duka gjenë. Respekt për ty, feta love, përshëndetje zemër. Përshëndetje dashur, ke mungu, të uroj çdo të mirë se je as pozitive. Dona shumë faleminderit, po për që ata hyna shumë shkurt me ju tregu që pashoni Zot, me shumë të shirë jam para juve, edhe me vullnetin më të madhin jam para juve, një vepër që e japin nga vetja, e japin me gjithë shpirtin, nuk e japin shkembim, nuk e japin kur far interesi, qofta jo këto në rrjete sociale, apo qoftë jetën e përditshme. Ato që ka japi nga vetja japi pa interes, edhe nuk pres kur gjë heq me më thyje. Qka nuk unë vjen mirë, normal, se si vjen mirë as kujt, edhe unë njerë jam sikur jo, nuk unë vjen mirë njeri me I mohut mirat e dikujna, nuk unë vjen mirë me ma mohu mundin, nështë ta nuk unë vjen mirë me ma mohu respekti, nuk unë vjen mirë
me pas njerëzi për shembull që i ndryshojnë situatat në favor të vetin. Normal që s'm vjen mirë, po gjithsesi këtu në trunin tem ato asqëzojnë vend ato gjona, sepse jam tash të keq që jam. Ma ki shku dikush pse çka jetash, a e ka jeton në parajsa, po, definitiv, unë jetoj në parajsën teme. Në parajsën që ja kom formu vetit këtu mrenan me shumë mund. E këtu është veç parajs, edhe këtu është veç parajs. E kjo parajsa tash ti e formu me këtu mrena nuk lejon me ju prish sekundi i jetës me njerëzi pavetishëm, u myta të thonë me njerëzit pavetishëm, ma me gjithë qef kisha thonë me njerëzi budal. Po dyqysh s'kom qef me thonë ashtu, se njerëzit janë të pavetishëm edhe veprojnë vetëm në interesa tyne, me rrena, me manipulime, me tradhtia, me ty fare, gjithsesi mos të bëhet problemi yti ti që po më dëgjon që tashti, nëse dikush vepron këto mënyra ndaj teje, mos të bëhet problemi yti, le të jetë problemi atij personi. E për me ardhë dhe ju në atë pikë që mësë më javë një heqë kështu ama bashkë heqë, si kur havushit, drejtonu të unë ju ndihmoj qysh ju lirovi emocionalisht edhe tanaj mund të trikush mu drejtu të unë në drejtim qysh keni qef ju, apelin kështu, po faleminderit vetë, respekt edhe për ty, sa e vërtet goja të lumë, faleminderit shumë, diri tona. Faleminderit shumë të Worldwide Route, shka fitjone. Po, unë flasë shumë për universin, shumë e vërtet është se ju kom thonë sa herë, dyqysh kur thëmë Zoti, Zoti është normal, universi, ama dyqysh kur thëmë universi, thëmë atje naltë ka shumë njerëzi që shërbejnë, që jënë në shërbim temin. Edhe unë veç kërkoj diçka, tashti, mos më vy njerëzit, as me vetë kondin për t'i kondin, as kur që unë veç kërkoj edhe mesazhet në pikë të natës. E qënë Zoti trak përgjigjen që unë ndoshta jem ka e kërkoj. E pse mësë më ardhë dhe ju në këtë pikë, mësë me pas nevojë me marrë këshilla, e me lodh veten e më mundu me njerëzi, edhe ma zi me ju bo situata juve, të i konë me konë të ledhë vetë atje edhe më pështet edhe me pi një latte, po dyqysh latten të re, dyqysh një farë sistemi shumë i ri, kjo farë latten këtë farë vendi ku jam unë, ma kishin ndru pak sistemin, po edhe jeta po ndryshon vëllojnë, edhe jeta po ndryshon për çdo ditë, edhe na ndryshojna për çdo ditë. Edhe na ndryshojna njerëzi. Veç që ka dhe nga ata që përqitën Fitirnakull edhe rrejnë aty, nuk dojnë me ndryshu, mundohen me shkatru veti tjetër, me shkatru jetën dikuj tjetër, gjithsesi nuk është problemi joni, është problem krejti tjetër kujna. Gëzuar me një latte të re, tashti që i paskan qitë. Faleminderit për juve që i qëto dhurata. Preza, përshëndetje. Të boft mirë, faleminderit Altin, faleminderit gjithve. Sepse e lidh me Zotin, mot jam me lidh, sidomos që 3 vjet e kënena i komplet unë jam me dërzu me veç atje nalt, edhe njerëzit se më interesojnë me pa njerëzit lumtur, më interesojnë me mu mundu une për me qenë dikush i lumtur me jetën e vetë, ama kështu që kush që ka foli, krejti kom kalu njerëzi, krejti kom kalu e. Gjithë jetën, prej që jom bo diçka me ditë edhe deri para do viteve, jo mundu me konë njeri ma perfekt qka mundet me konë në këtë botë. Qikë perfekte, non perfekte, motër perfekte, gru perfekte, kunat perfekte, tëna perfekte. Edhe në fund, me rujt moralin deri në maksimum, mës me guxoft syt me t'ilshu dikush në rrugë. Që kjo kon hava deri para do viteve. Qka u bo? Gjitha këto ranë nuj. Do me thonë, akuzohesh për moral, akuzohesh për çdo gjë që nuk je kon qaj personi. Kështu që te unë s'ka kush mu, as shka paragjykon, as shka gjykon si kom kalu gjitha. Krejt i kom kalu e. Krejt bota me dalë që tashti fotografi nudo me i qitë havës në për rrjetet sociale, se prek havën të tonë. Nuk kom kalu e. Masin moral, jom prek për këto tjera të bajle e madhe. Kështu që hajdi edhe jo
këtu në këtë parajsin që ka thonë ai ku është havushi, ndo që për me shiju naj det e mos këqërë me marrët e juve, edhe me manipulimet e juve, dhe me tradhijat e juve, me përbim, apo me përthjesht njerëzit, apo me qëpu njerëzit. Për ata jam para juve, me ju mësu, me ardhë që aty. Nuk jam dalë me ju të regu qëfar sysh të bukur kam, nuk jam dalë me ju të regu sa e bukur jam, se e di që jam e bukur, edhe me se pa qa dit ma keni dëshmu jo. Sidomos mesajet në privat janë gjitha, sa e bukur, qëfar sy të bukur, anë e knena, shka petione. Kur gjo nuk jam e bukur, qka jam e mirë. Ama ka dhe njerëzit që e kanë kuptu edhe mirësin teme, ka dhe njerëzit që e kanë kuptu edhe korektsin teme. Po ka dhe nga ata që njohin shumë mirë edhe nuk dojnë me kuptue, sepse i reflekton shumë. Mirësia e havushit i reflekton shumë ata njerëzit që fatkesisht kanë përjetu shumë të merë, janë lëndus disa herë, edhe i shtin krejt njerëzit me një shenjë, krejt njerëzit i shtin me një tenxherë dhe janë gjesin kapakin. Jo, çdo njeri është i njëjtë, por mos e paragjikoni dikonin me programimet që ti ka dhonë të jeta. Nëse ty dikush ka tradhtues disa herë në jetë, bon vaki vjen dikush shumë i sinqert në jetën tone, po nuk më jë mësue ti me trajtu dikush me sinqeritet. Edhe normal tanaj që do këtë palidhe, këto ja ku s'jevu dhe këtës disa herë. Nuk mund është ti me i besu dikujna që është korrekt, kur gjithë jetën je tradhtue. Qysh me i besu, apo one, qysh me i besu dikujna, është e pa mundur. Atëre hekni, ose ju kalon një shanë s'ka ftyra aty, që veç Zoti që ka ditë me që para teje për shemë. A i dite havushi, ndo që, o pasha Zotin me shiju qdo sekund jetës, bre. Nuk jam buhs, nuk punoj can erdstin. Halo, nuk jam me buhsit, as nuk jam konë kur në buhsit can ardhës klinik. Jam hava. Hypnoterapeutin, hypnoziterapeutin, geshpresterapeutin edhe coach für geistige Entwicklung. I kom edhe dhe gjana tjera që i kom kryje. Për momentin jem ka punojt e një shok i shpirtit në lokal, u knaqa, edhe aty u knaqa, u shkrina. Edhe pse kur në restoran s'kom punu, po qetë, në zanë taksirati ka një herë, edhe nuk të lëshoj njërzia mu, sepse njerin me vlera, din me vlerësu vetëm aj që ka vlera. E këtu jem ka vlerësona në maksimum për ato që ka jam, edhe për që ata që shpoto këto në edhe gatë më najtë që aty po. E kështu që faleminderit edhe një herë nga zemra për gjitha ato mesazhe që i ku marrë. Ju kisha lutë, shkoni në YouTube, në çdo video është numri kontaktuesi punës, më shenonin WhatsApp kush don me punu me haven personalisht. Ju tjertë nëse rritin a i herë, apo den ju tjertë që po keni qef me hin lidhje me haven, që hava dardë me bisht ju del. A di pse del hava dardë me bisht? Se ju një halen programimet juve, ju një halen programime me rajt, me manipulu, jo krejt, s'po thonë, mos e merr një ofër zemrës, me rajt, me manipulu, nuk i kuptoni njerëzat, me gjykume, une kum dalë prej aty, për që ata nuk ka shansë më përshtat atëre. E nëse rrit një veten, bëni edhe ju mund që shtë sikur hava një 2-3 vjetë me veten e juve, atëre pse ju? Për çka ju? Ama veç me njerëzit rriton, e pasë, ta shema, jo, hava jo zirë, jo, më kanë lodhë mija. Ju lutem, s'du me pas punë me fmi, kështu që mësë më shenani, se katë nuk javë këthej. Definitiv nuk javë këthej, ani mu kur i shot do mesazhe që o munu dikush kështu apedin ajo shema e krejtve. Për mu drejtu të une, me në pak, nështë pak ma gatë, qka po më shkru? Qysh me shkru më rekti në soni? Ama mos shkruj si kastrole, qka po i mirë sa shkruj këj meje, po dush referatve me shkru, nëse ta lexoj është fjale, se bon vakit ta lexoj. Wo bist in Zürich? In Zürich. Po thome në Zürich e dhame, të lutëm si e ke Instagramin. O në Instagram edhe gjithkun jam e njejta, have ukaj, me emën, me mbi emën, me fotos.
hava nuk vjeton undercover, hava s'ka nevoj mi shef kërkujna. Hava që aty ku të është e publikan. Edhe dele dhe ju kalzon që tasht jam qëto, sepse nuk kom kur gja me mshefe dhe së mshefi kur gja për i kërkujna, sepse jetën temë ashtu qësh mund teket. Ama jo me ngarkun dikant tjetër, vetëm që shumë për shtatet mu, pa e lendu asni njeri një këto. E që ata jam me emen, me mbi emen, plus me këtë ftyrë kështu angelore. Okej, sot jam ka t'inglën është ta pak ashpër, s'veti. Kukshe plak, kukshe rrudh krejt. Shtunën tjetër që t'vjen, jo që t'shtunën, po ta heki Marokin, ti uzër me këta numra, që t'shtunën që t'vjen, me 22-tin, ko me shku me bo do filer. Pasha zotin po, ko me bo do filer, edhe të nejtë këqyri, qka... Hajti të nej mas 22-tit, atëre jo me filer dhe të këqyrmi, apo dokna ma mirë. Se për vesh s'kom dasht me shkue, jo. Ama mi javë maru qefin juve, që po ju dokna pak e rrot, ta shajt shkoj edhe me ta bëjt do filer në reshmi be pak o janonën. Në reshmi pak, ta nej bile që to komentet e rrudhave nuk i kena mo, ta nej kena diçka tjetër, po s'ka gojle. Unë, kryt juve dëshirat kom javë plëtsua. Qka të lyp në ju, unë jam të trak. U kry. Ju kërkoni diçka, unë trak. Mës t'javnin juve. Filerin, ta nej besa me shku do flok. Për flok se më keni thonë kur gja, si ama edhe do flok me shku minqit, se kom pak flok, shka me dhe. A filerin e kom me 22-tin terminin. Veç mirë i shkon edhe me ma pagu. Mirë i shkon që ta që flasin që të përudha me thonë që unë të ta paguj. Apo ma pagun të e uzer, ku mete? O ti, ku mete mëre? O uzer, apo ma pagun be që ta filer që kom e shtinje? Qëre tashti nuk bon me gjyku dikonën, veç me gjyku, ose me thonë diçka pa i gjithë zgjidhe, që kjo jemi shoqëria jonë, veç e gjujnë diçka të që atë. Kur gjujsh diçka hajde në zgjidhje, bile, hej, unë po kom qef me t'ka parruta, që nimi frang, shka bën e filerin, a do në shkaj. Po kësaj redhe është sponsor dikush tjetër, ama herën tjetër kur të shkoj me mush, atëherë ki mu poti, se për ndryshe nuk i heki, vallas shkaj. Se jo veç një jetë e kom të kur që tash jem ka jetë jetën teme, se dhe që tash t'i kom jetu jetën për tjetër kanë, a që tash jem ka jetë jetën teme. Ama komplet jetën teme. Kuptohni, pa ja mendu dikujn atë keqen, pa ja bo, se jo pa ja bo, po pas me ja mendu dikujn atë keqen. As me rajt, as me manipulu, as me tradhu, as me... se kom të nevojshme, se jetoj realitetin e jetës teme. Hajti edhe ju jetoni në jetën e juve, leni mo kush ka rruga, kush s'ka rruga me ju interesu. Të shpara në qëfar gajle shka u zeri, e bon gajle në rrudave të mija. Pasha zoten më dhimi, se e ngarkoni trunin këtë. Hajde në Kosovë bon me 100 jo, mëre ftyra e me ka shumë vlerë. Këtë far ftyre angelore, duhet dikush që din shumë mirë, që ka eksperiencë shumë madhe, me prek tu se për ndryshi se preki, jo, vallaj në Kosovë. Po më vjen keq, ka shumë të mirë në Kosovë, krejta, ma vallaj, ja, no. Tashti, o duhet mu po pak ma e mirë, se që jo mos e në milion krejt, për anon. Po e di që ka, e bje, tash, ka sigur të dha ke shumë eksperta, po jo une këtu e kom gjetë ekspertin. Hej, kaloni shumë mirë, edhe ju vjatë qita vesh, edhe letit, edhe une po vazhdoj, se sa e kena orën. Shkumave t'i kushit të sa është ora? Ha Dodës, edhe ti e ka do më bo shponsori i naj shkofita? Hajde Dodës, qëfar shponsori po do më boti? Se për filer e kom. Dhëmt më së më thuni me ndreq si kom shumë të mirë, më pëlqenë dhëmt e mirë. Nuk du me ndreq dhëmt, më bo aty krejt njaj. Edhe hune nuk e bëj operacion, as vesh s'kom nevoj. S'pas na nevoj për kur që tjetër, bol. Për filer e kom, për tjerat më stjavun.
Hej, kaloni mirë. Hej, hajte, kaloni mirë tonë e bofshi se i ka se më merë tejti.